Përshëndetje. Në një treg gjithnjë e me konkurrues dhe kërkues, suksesi i qëndrueshëm në fushën ligjore nuk vjen rastësisht. Firma Kërveshje and Partners Law Firm edhe në vitin 2026 është renditur ndër më të suksesshmet në Kosovë nga platforma prestigjioze ndërkombëtare dhe Legal 500. Ky vlerësim nuk bazohet vetëm në rezultate, por edhe në cilësinë e ekipit, profesionalizmin dhe qasjen praktike në trajtimin e çështjeve komplekse. Klientët dhe ekspertët e fushës e përshkruajnë firmën si proaktive, të qartë në komunikim dhe të orientuar drejt zgjidhjeve, një kombinim që e ka pozicionuar në mesin e liderëve të tregut ligjor në vend. E për të kuptuar më shumë rreth këtij suksesi dhe sfidave që qëndrojnë pas tij, sot kemi në intervistë Kujtim Kërveshjen, përfaqësuesin nga kjo firmë. Përshëndetje Zoti Kërveshi dhe mirë se erdha në intervistën e Telegrafit. Faleminderit shumë për ftesën. Zoti Kërveshi, çfarë do thot për ju një çmim i fituar për të satën herë në domethënë këtë kompani kaq prestigjioze Legal 500? Është një platformë botërore, mund të them që është më e njohur në botë, që bën vlerësimin e sukseseve të shoqërive të avokatisë në gjithë botën të ndara në jurisdiksione. Territori i Kosovës ka një gamë të ekspertëve në kuadër të Legal 500, të cilët bëjnë vlerësimet vjetore për gjitha sukseset tona të atyre shoqërive të avokatisë të cilat dërgojnë, ne i themi një submission, që është një përmbledhje e rezultateve, e të cilat pastaj në mënyrë konfidenciale hulumtohen dhe hetohen dhe vlerësohen nga kjo platformë e ndodhur në Londër. Është për vite të tëra në radhë ky suksesi joni. Këtë vit kemi arritur suksese më të lartë se vite tjera për shkak të vlerësimeve që kemi marrë. Është një proces në të cilën shoqëritë e avokatisë nuk kanë qasje në informacionet që kjo platformë i grumbullon dhe i siguron, por që mbështeten në rezultatet të cilat klientela i shpalos dhe i përgjigjet platformës. Pra, mekanizmi i vlerësimit të sukseseve është i atill që platforma bën hulumtim në informacionet që ajo mund të sigurojë dhe të gjejë, dhe pastaj mbështetet edhe në vlerësimet që klientët e shoqërive i japin për shoqëritë. Aty është një strukturë në të cilën ata deklarohen dhe japin informacione, dhe pastaj nga gjenerimi i gjitha informacioneve dhe data që grumbullohet, jepet një vlerësim përfundimtar edhe për sukseset e avokatëve, edhe për sukseset e shoqërive, si sukses për ekip, si sukses individual, pastaj për të rinjtë që pritet të dalin në treg e që do të marrin një hapësirë e që janë premtues, dhe të gjitha këto në këtë periudhë për vjet bëhet një publikim të cilën Legal 500 bën për jurisdiksionin e territorit të Kosovës. Thatë që keni marrë një vlerësim pak më ndryshe këtë vit se viteve paraprake, domethënë që keni marrë. Cilat janë të vlerësime pak më të veçanta që keni marrë 2026? Si vjet kemi marrë një vlerësim që është dhënë për herën e parë, që ka edhe një shenjë të rrës së rezervuar, që jepet si vlerësim i klientelës që s'e ka pas dikush më herët, as ne se kemi pas më herët. Ky është vlerësimi më i lartë që na është dhënë ndonjëherë për shkak të vlerësimit të tillë të lartë që ka dhënë klientela për ne, dhe kemi marrë edhe një vlerësim tjetër të veçantë, i cili është për dallimin në treg që ka dhënë avokati dhe ekipi. E si duket që këto të dyja kanë qenë poshtë. Kanë bërë pak më të veçantë në këtë çmim që keni marrë apo këtë vlerësim kaq të lartë. Cilat janë elementet kyçe që e dallojnë Kërveshje and Partners Law Firm me firma të tjera në treg, sidomos në trajtimin e çështjeve pak më komplekse? Besoj që është mbështetur si vlerësim në kompleksitetin e çështjeve që gërshetojnë disa fusha të drejtësisë. Ne jemi të njohur që nuk mbrojmë vetëm në një fushë. Ne mbrojmë në disa fusha, e posaçërisht për ne paraqet atraksion të veçantë kur një çështje ligjore gërsheton fusha të ndryshme të drejtësisë, e jo vetëm një fushë të ngushtë. E që këto janë, si me thonë, zotësitë e ekipit. Për shkak se pastaj ekipi kombinohet për të mbrojtur për shembull një klient, i cili nuk e ka vetëm një çështje, si me thonë, komerciale, por në çështjen komerciale gërshetohen edhe çështjet të natyrave që mund të jenë taksat, tatimet, çështjet penale, çështjet administrative, e që pastaj si kompleksitet i çështjes nuk mjafton ta mbrojë vetëm një individ, por duhet një ekip i tërë që angazhohet në këtë çështje. Mendoj që nga vlerësimi që ka dhënë Legal 500 është mbështet në disa raste të cilat ne kemi mbrojtur me sukses dhe kemi përfaqësuar me sukses, e që kanë qenë pikërisht të natyrave të gërshetuara të drejtësisë. Çfarë do të thotë për ju një arritje, një suksesi në një lëndë caktuar?
fillimisht është përmbushje profesionale, është lehtësim pastaj edhe për atë që të ka kontraktuar dhe të ka falë besimin që ta përfaqësos ose ta mbrosh. Ne kemi pasur shumë shpesh raste në të cilat kulmon edhe emocioni i klientit. Për shembull, vitin e kaluar kemi pas 2-3 çështje jashtëzakonisht të vështira për të mbrojtur. Të trijat kanë përfunduar me sukses të arritur të ekipit, kanë kërkuar energji të jashtëzakonshme dhe ka qenë një farë lloj satisfaksioni dhe shpagimi në përfundim, edhe mbështetur edhe në rritjen e standardit të sundimit ligjit në Kosovë. Kanë qenë ekstremisht të vështira për të përfaqësuar, edhe për shkak të volumit të çështjes, po edhe për shkak të percepcionit. Besoj që këtë vit tash nga përmbledhja që dorëzojmë, duhet shpalosen edhe disa çështje të cilat kanë qenë edhe mbuluara publikisht, e të cilat kur i ofrojmë si informacione tek Legal 500, Legal 500 pastaj i hulumton edhe shen nëse ato janë fillimisht autentike, janë të vërteta, janë të sakta dhe janë të mbështetura në rezultate. Satisfaksioni që mund të jetë në fund për ne është, mendoj, shpagimi më i madh që i veshet një avokati ose një ekipi, por pastaj ka rëndësi edhe për brezat që vinë. Ata të rinj që i bashkohen shoqërisë avokatisë mund të marrin si model roli mësimet dhe përvojat që ne kemi kalu. Aspekti tjetër është po ashtu që koha e tyre në karrierë për të rritur nivelet dhe majet mund të jetë më shkurtër kur punojnë me ekipe të nivelit që kanë arritur, se sa që të nisin vetëm ose individualisht nga zeroja. Bashkimi në një ekip të madh të avokatisë ose me përvojë ose të arritur profesionalisht, për ta po ashtu përbën një mundësi të artë që hapat e tyre në karrierë të arrihen më shpejt. E kemi paralelizmin avokat-klient. Sa e rëndësishme është për ju që të keni qasje proaktive me klientin që në fund të keni një rezultat suksesshëm? Aftësia për ta ndëgjuar klientin, për ta kuptuar interesin, pastaj edhe për t'ia zbërthyer interesin në ndonjë nivel që mund të jetë edhe më i favorshëm për te, është aspekt ekstremisht i rëndësishëm për avokatin. Për te i parimeve të përgjithshme të drejtësisë që duhet zbatohen, e parimeve etike, qasja proaktive në komunikim, mbajtja e avokatit në kontakt me klientin për t'i kuptuar nevojat, për t'i zbërthyer aspektet e mbrojtjes, nëse është i paditur ose paditës, përbën gur themel të suksesit në punë. Ne mund ta njohim shumë mirë aspektin ligjor, por mund të mos e njohim kurrë mjaftueshëm një verzion në të cilin pala ka aftësinë për ta transmetuar si interes dhe si informacion tek përfaqësuesi. Këtu është ekstremisht e domosdoshme një gërshëtim midis ngjyrimit ligjor që mund ta jap avokati dhe informacionit që duhet pasur durim avokati ta ndëgjojë nga klienti në detaje. Nganjëherë klientët mund të mos e kenë edhe idenë, qofshin korporatat, qofshin individ, se sa mund të jetë i rëndësishëm komunikimi me avokatin hapur dhe në detajet që ndoshta edhe mund të mos i konsiderojnë shumë të rëndësishme, por që ato kur transmetohen te avokati mund ta ndryshojnë komplet skenarin dhe strategjinë e mbrojtjes ose të sulmit. Duke pasur parasysh përfshirje në projekte të mëdha dhe raste me profil të lartë, cilat janë sfidat më të mëdha që hasni dhe i menaxhoni ato në praktik? Ne sfidë përgjithshme kemi nivelin e ulët të sundimit ligjit në Kosovë. Kjo është një fatkeqësi që e përcjell jo vetëm në shoqëritë të avokatisë, e përcjell deri tek qytetari më i thjeshtë. Shumicën e çështjeve do të kishin pas mundësi me i mbyll profesionalisht shumë më shpejt, më efikas dhe me cilësi, nëse ne do të kishim sundim të ligjit të tjetër lloj niveli. Këtu pastaj është temë shumë e gjerë që nuk mund ta përmbyllim shkurt. Po sfida kryesore është niveli i cilësisë institucionale, të cilat Kosova nuk ka arritur akoma të rrisë në nivel. Dhe këtu kam fjalën që ne kemi gjyqtar të shkëlqyshëm, por kemi edhe gjyqtar që s'meritojnë të jenë aty. Kemi prokuror të jashtëzakonshëm, po kemi edhe prokuror që s'meritojnë. Siç mund të ketë edhe të tjerë, profesionalistë gjitha fushat, të cilat nga rastësia kanë mund të përfundojnë në detyra publike të cilat i bartin. Dhe për ne, në cilësinë e mbrojtjes ose përfaqësimit, vështirësitë më të mëdha paraqet pikërisht niveli i mungesës së profesionalizmit institucional. Shpeshherë themi që avokati i përgatitur e qeverisë
procesi. Dhe ne të përgatitur, qoftë kur jemi edhe dy palë, ne qeverisim procesin sepse këtë ja lehtësojmë edhe gjykatës. Por kur kemi përballë procese të ndërtuara me ignorancë, kur kemi përballë teori të ndërtuara në dokumentacion e aktakuza, empati, e nakgjykime, të cilat nuk qëndrojnë. Ato përveç që ulin besimin tonë si profesionalist në avokatur, ato ulin edhe besimin e sundimit ligjit. Dhe kjo është sfida jonë më e madhe. Ne sfidat të tjera si profesionalist nuk kemi. Ekzistojnë edhe percepcione jo shumë të mira për avokatin. Ekzistojnë edhe botkuptime se çka avokati në realitet bën. Po ato luftohen me kalimin e kohës, duke ngritur nivelin profesional edhe të avokatisë, edhe sundimit ligjit, po edhe duke rritur edhe edukatën e opinionit në të kuptuarit të proceseve të drejtësisë. Zotëri Kërveshi, duke ju uruar çdo sukses në punën tuaj profesionale. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderit juve shumë për ftesën. Për këtë intervistë dhe për gjithë ato që thash. Shumë faleminderit edhe për ftesën. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me avokatin Kujtim Kërveshin, do takojmë në intervista tjera në Beçi.